Në panelin e ndarjes së çmimeve prestigjioze, Karl Sprejs, kryeministri Edi Rama, u shpreh se Shqipëria nuk ka tjetër plan përveç anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Ai theksoi se megjithëse Shqipëria nuk është naive, është idealiste për të arritur integrimin evropian. Edhe për brezin e ri, or madje veçanërisht për brezin e ri, Bashkimi Evropian është përgjigje. Shumë më shumë se sa gjithçka tjetër jashtë Bashkimit Evropian. Dhe nuk dua që të sjell shembuj të dhimbshëm, po ja të shikojmë Britaninë e Madhe pas Brexitit, si shkuan gjërat për të rinjt atje. Ose të shikojmë për shembull se si ky iluzioni i Britanisë që ka më shumë para, më shumë instrumente, më shumë fuqi, duke qenë jashtë Bashkimit Evropian, se si është shkatruar, është thyer. Dhe ka thyer edhe shumë rrjete të ndryshme, shumë mure, forca që ishin ndërtuar brenda Bashkimit Evropian. Kur më pyesin se çfarë plani ka Shqipëria, i them që nuk ka plan tjetër veç Bashkimit Evropian. Ne nuk jemi naiv, por jemi idealist për Bashkimin Evropian. Sa dashuria e dikujt për martesën para se realisht martohet, madje edhe kur vjen fjala për atë që Europa gjendet në një moment kur bëhet apo zhbëhet, tha Edi Rama. Rama përmendi gjithashtu frytet e reformës në drejtësi, që ai ka ndërmarrë, duke thënë se për herë të parë në historinë e politikanëve të fuqishëm janë sjell para një prokurori dhe gjykatësit pavarur, një arritje që nuk ishte parë që nga viti 1912. Është hera e parë në histori që kemi politikanë të fuqishëm që shkojnë para një prokurori e gjyqtarit pavarur, kur s'ka ndodhur qysh nga viti 1912, deri kur ne finalizuam reformën në drejtësi, kur s'kishim parë një ministër apo individ të profilit të lartë të lidhur me pushtetin politik të çojë përpara gjykatës e jo më të dënohej, tha Edi Rama. Kryeministri gjithashtu theksoi rëndësinë e lidhjes mes Europës dhe Shteteve të Bashkuara, duke thënë se Amerika pa Europën është një ishull dhe Europa pa Amerikën është një gadishull. Amerika pa Europën është një ishull, Europa pa Amerikën është një gadishull. Për mua së pari jemi në një pozitë shumë të rehatshme, sepse nuk jam gjerman dhe nuk më duhet të gjej zgjidhje për botën. Jam një kryeministër i një vendi të vogël. E di që nëse nuk e kam gabim, askush nuk do të dëmtohet, por nëse udhëheqësit e Europës do të kenë gabime, të gjithë do të dëmtohemi. Ai bëri thirrje për një politikë të qëndrueshme në zhvillimin dhe paqen globale, duke theksuar se fuqia ushtarake nuk mund të jetë rruga e parë për të zgjidhur krizën globale.